mendon? Unë mendoj se kjo zgjidhje që është gjetur nga aleatët dhe PD-ja është një zhvillim i madh, i një trajtese politike të shkëlqyer për zgjedhjet lokale. Dhe Shkëlqyer thua? po, gjykoj sepse kjo tregon që Partia Demokratike ka vendosur një parim bashkë me aleatët. Nuk ka vendosur në mënyrë meskine të fitoj ajo, të përplaset ajo, të bëj këtë. Po përkundrazi ka menduar për bashkin në një mënyrë më të gjerë. Dhe figura që ka gjetur më ka bërë më shumë optimist se dakordësia me parimin. Sepse figura që ka gjetur, me thonë të drejtën, në investigime shumë serioze, jo subjektive, rezulton që është pritur jashtëzakonisht mirë. Pritur thua? Po, është pritur mirë, dhe këtë e them me sinqeritet dhe jo me pozitë politike. Është pritur mirë, sepse ai djali ka një trajektore interesante dhe në politikë, modeste, por gjithsesi e ka në një mënyrë të tillë që ka marrë konsensus shumë të madh, sepse duke bërë atë piranjan, pavarësisht se ai ka marrë pjesë edhe në aktivitete tjera opozitare përpara, por ai e mbytin me telefonata njerëzit dhe shikuesit dhe me informacione për zbërthimin e korrupsionit. Dhe kjo ati i ka dhënë një format shumë interesant përveç disa dukurive ekstremisht pozitive që i ka, që nga fiziku, që nga fakti që është një briljant si talent, dhe që janë këto luajnë rol shumë, se ne kemi parë kur kandidonte Reagani, për shembull, se si luante rol ajo puna, po Schwarzeneggeri për guvernator, me një politikan goxha serios atëre, senatore i fuqishëm, fitoi Schwarzeneggeri. Dhe ka raste të jashtëzakonshme në botë, dhe të shikosh gjetje të tjera të politikës. Dhe unë e quaj edhe një, si thush, një modernitet që futi politika shqiptare. Pavarësisht se e futi, nesër mund ta bëj dhe PS-ja, edhe do t'i vi rradha ta bëj. Po kjo që e futi është një gjë shumë progresive. Dhe sigurisht në PD nuk ishte vetëm 1-2 që donin, apo 1-2 që s'donin. Kishte plot që donin. Bile lista shkonte ke 19 veta që donin, kandidonin. Por unë gjykoj që ky që një hap shumë inteligent. Kandidat mirëfillt politik ishin? Po, 19 nga PD-ja, brenda, 19 veta. Donin, dinin. Për Tiranën? Po, doshin. Po jam dakord, Po të caktoj partia, dakord. Po gjykoj kryesia. Donin tamam. Po kush ishte? Se përveç... Janë të rriti ishte një kandidat i mundshëm. Po doli, ka dalë disa. Rana Kalaj ishte një kandidat i mundshëm. Këta ishin kandidat që donin vërtet. Po i djali tjetër. Pra, ju zoti Balliu, mendoni që është një zgjidhje tmerrsisht inteligente. Po, inteligente. Dhe ju duke zgjidhje mirë që të ketë kandidat jo partijak dhe të merë kandidat i botës borç. Të duke ty kështu se forcat politike, me shkuptoj unë zoti Balliu, ka një regull, edhe ju duhet ju një, pavarësisht nga krau që keni tela, që mbani e të gjithë, duhet të ndërhyni në këtë bisedë, sepse ose unë që po them të fjalë nuk jam mirë nga mendja, që të marrësh kandidat borç, ti je forcë politike dhe me zipret të vinë zgjedhje, sidomos kur je në opozit. Qa do me thënë kjo? Si e spjegon ti këtë? Për zgjedhjet lokale... Merë borç. Shujulli. Si? Për zgjedhjet lokale... A diti kush ka qenë një... Kësë marrësh 6 kandidat ti, më falë. 6 kandidat jo politik, jo nga partia. Dhe 60, po pse kur dhe i nata që kanë jo politik? Politik janë gjithë shqiptarët, e fillojnë gazetën. Rikje djalin, pastaj, mere. Së shkëshuaj. Mere, thirit, vitë shpi, bëjnojnë pun tjetër. Po, Tarën e Partisë Socialiste që është kandidat borç. po, nga u morë ky? Ky me vëth. Ky, kryeministri, ky me vëth. Sot është kandidat Nga u morë ky. Ma thua i qik me vëth, kemi qenë bashka tje ke... Ai është bërë antar i PS-s në 2003. Nga u morë, ma thua i... Ore, mendoni që ta doni këtë gjë, unë nuk e di, po aji ka ardhur, aji e mori Fatosnano. Po, nga e mori. Jetët. Nga e E mori, jeton të në Paris, mo. Që shdo të thotë? Normalet si që jetojnë të gjithë, diku. Këtë Diku njerëzit jetojnë, po një minut, pra ta marojnë. Tani sigur kishte veth, lidhje ka veth i farim, fali minutë se në kuptoj. Se tani po e bëm bisedën që ka veth e dirama, s'ka veth. Pse ka vën veth? Po jo, kur e mori se ta që e ka hequr. A i e mori nga një
një ambient që Mori dhe siguronte. Edhe eci. Dhe i doli me sukses. Bravo i që. po. Fatosi ka një merit të shquar që gjeti një kandidat i cili doli këtu ku doli. Dhe ishte pjesë. Apartjak. Dhe ishte... Apartjak. Jo mor burr. Ai edhe sot. Edhe sot ai interpretoni kështu. Po mirë. Ai kryetar bashkie kalon nga ai ishte ministri i kulturës së Partisë Socialiste. Po kur ishte ai ishte pjesë integrale. Po një minutë. Po një minutë mo zotëri. Një minutë. Ai ishte pjesë integrale e Partisë Socialiste. Ishte ministri i kulturës së të majtës shqiptare. Parti fare, s'kishte lidhje me parti. Antar partiu më 2 me 3. Ore zotëria ishte ministri. Po zotëri, nuk bënte emision në televizion. Emision për humoristik. Ai ishte zotëri, nuk them jo mo jo, s'kemi gje me këtë djalin. Po them, ke marrë 6 kandidatë zotëri, ke marrë 6 kandidatë... Parimin ylli, jo 6 kandidatë. Ke marrë parimin. Cilin parimin? Parimin që do t'a zgjithë. Po që do forcën politike, pastaj? A mund të mos spjegosh ti? Do ketë tjetë... Ore djali ten, ç'punë bën tani në parti? Qa punë e bën tani? Deputet. Që po shkruan libër më Është themon? kryetari i komisionit. Jo, ore, ti tani më themua po shkruan libër. Po i lumt. Se nuk vete. Jo, le të shkruaj, nuk po them jo. Unë nuk jam kundër librave. Ti ke shkruar 50. Po, Tani, problemi është, zotëri nderuar, që të them unë, po të hyj në bisedë. ku e ke ti atë që të dhem ty? Mua, Pse humor? mua, Apo pse s'humor? Se kuptoj. Se që humor u bë mirë. mund t'i- Djali është gjetur. Djali ten- është gjetur shkruaj. Po të gjithë normal janë. e di ku është, Po partisi bidet parimi, Unë zgjodhe dëgjoj parimi. argumentin, unë do të thres në studio edhe. Del studio në studio dhe është djali mirë thonë këta, le të jetë më. Kush? Unë nuk i të... Për ka ke fjalë? Mehmeti. Një minutë. Ore shumë mirë, po... Një minutë, më zotëri, dele dhe thotë, unë nuk kandidoj këtë radhë, thotë. Unë do kandidoj kur të vinë zgjedhjet e përgjithshme pas 2 vjetësh. Ti kandidon këtë radhë, i jep impuls dhe fuqi Partisë Demokratike, me që është njeri shumë i mirë, zoti Niko për shembull, që kemi këtu, kam në krahun e djathtë, filloi të shpjegonte që ky është djalë shumë i mirë. Për politikan e ke fjalën, jo kështu i djali pashëm apo kështu. Patjetër, për politikan. Si politikan. Atëherë, si politikan, unë duhet të shpjegoj që ky duhet të kandidonte për Partinë Demokratike. Mendoj unë, ha? A do e thrasësh këtu? Tela, A do e thrasësh? Pyete. ju pyes ty, ma ty të kam thirë për Jo, analizë. pyete pse ai e ka... Ore, të kam thirë për analizë, më Po zotëri. ai e ka mendimin e vet. Fal, Farim, mund bëj një sqarim. Po. Edi Rama kandidoi për kryetar bashkie pa dëshirën e Fatosnanës, nëse ti e mba mend. Po, patjetër. Jo. Po kush e propozoi? Ishte lobi, Fatosnana ishte propozoi. lobi i Ilir Metës, le këtë punë. Ato znanë e propozoi. Atë pyet Ylli Rakipin dhe mua di më mirë. Që- Absolutisht Le mos e diskutojmë atë. nuk e donte. Ne zhvënim ne. Nuk e donte për kryetar bashkie. Është eksakt kjo Ata e vënë para faktit kryer Fatosnana. Çdo më thon, Fatosnana ishte para faktit Po mi kryer. dakord, por çdo më thon lobi Sepse Ilir Meta ishte njeriu... Ai ishte pjesë e politikës. Minutë, Ai ishte minutë. brenda partisë i pavarur. Një minutë, mo. pjesë e partisë. Ishte momenti... Atëre... Ishte pjesë e ministri. Gjatë që si di, dëgjoj. Por ishte Ishte kryeministri